Ministri i Drejtësisë Igor Filkov ka cilësuar si skandal vendimin e gjykatës që Artan Grupit i caktohet masa e paraburgimit shtëpiak. Filkov tha se vlerësimet e MPB-s dhe ASK-s se burgu i Shutkës nuk është i sigurt paraqesin skandal që nuk mund të heshtet. Siç tha ai, nuk mundet që për qytetarin e thjesht paraburgimi të vlej automatikisht, kurse për ish funksionar të lartë të ketë përjashtim. Këtë mëngjes kam kërkuar shpjegim nga drejtori i burgut të Shkupe dhe drejtorisë për zbatimin e sanksioneve. Isha informuar se gjatë ditës së djeshme janë siguruar të gjitha kushtet për zbatimin e masës së paraburgimit në institucionin përkatës. Është e patolerueshme që të pohotë se nuk mund të garantohet siguria e një personi në paraburgim dhe kjo të bëhet argumente për masë më të lehtë. Ai kërkoi përgjegjësi nga të gjithë personat kompetent, gjyqtarin Stanevski, prokurorin Kocev, si dhe shefin e tij Anel Fidoski, prokurorin e ri publik të shtetit i emëruar për të zëvendësuar Gavril Bubevskin. U bë thirrje publikisht të gjithë aktorëve në procedurë të japin një shpjegim. Prokurori publik Daniel Kocev të shpjegojë mbi bazën e të cilave fakte dhe argumente ligjore specifike është edhe në mendimi për zëvendësimin e paraburgimit. A qëndron kryetari i prokurorisë Anel Fidovski pas këtij vendimi dhe e konsideron këtë si një mesazh për zbatim të barabartë të ligjit. A duhet që gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën themelore penale të Shkupit, Marin Stanevski, të thotë se cilat e rrethana e tejkalonin rrezikun e ratisjes për një person që ishte i parishëm për 14 muaj. Ministri Filkov i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publik të thirrin seancë urgjente dhe të vërtetojnë nëse ka përgjegjësi për këtë rast tek gjykatësi dhe prokurori publik.